qysh mundet me qenë dikush kandidat për kryeministër që ja vendos dikush tjetër emrat e ministrave. E ai s'ka drejt me propozu gati asnjë emër për ministër. Ky është treguesi mjaftueshëm se çfarë kandidati për kryeministër është. Çka na tregon kjo është që zoti Konjuca është marrur në peng, që në krye të qeverisë propozohet dikush që krejt Kosova e din që nuk është kryeministër në realitet. Kërkohet vota të deputetëve me legjitimu marrjen peng të zot Konjuca. Zoti Konjuca nuk është kandidat që e ka drejtën të propozoj e as të kritikoj askënd. A mundet zoti Konjuca të distancohet dhe të kërkoj hetim të zgjeruar ndaj tenderëve një burimor në kek e abuzime milionëshe? A mundet zoti Konjuca të distancohet dhe të kërkoj hetime të zgjeruara ndaj Martin Berishën dhe aferës së përfolur ku ambasadori Berishaj ka tërhequr miliona euro në bankat e Kosova nga pagesa direkte nga Serbia për rolin e tij në ndërmjetësimit të shitjes së energjisë elektrike? A mundet zoti Konjuca të distancohet dhe të kërkoj hetime të zgjeruara për ministrin Hajdarit dhe abuzimet me rezervat e shtetit? A mundet zoti Konjuca të kërkoj përgjegjësi e hetime që për herë të parë në Kosovë shërbimet jetike shëndetësore janë duke u përgjysmuar dhe duke rrezikuar jetën e qytetarëve, siç është rasti me shërbimet e hemodializës që po ndodh tani? Zoti Konjuca as nuk mundet me propozu ministra për të ardhmen e as nuk mund të distancohet nga abuzimet e të kaluarës.